të ndryshme. Pra, ne kur I kemi analizu këto tekste, ashtu si që theksova edhe më herët në fillim të emisionit, nuk e kemi bërë analizën përmes prizmet të kritikës letrare, po përmes prizmit sociolingvistik edhe përmes prizmit të terminologjisë bashkohore, përmes idejës që teksti sot nuk është neutral, po është një mjet I cili mund të përforcoj edhe disa ideologji, hierarki, ideja, ndoshta që janë shumë të vjetruara. E kjo është një, e para për shembull, është një shembull ku protagonistja Hajria po flitet për martesën e saj pasi që I vdes burri I parë edhe po vendosin burrat në odë ta martojnë dhe kjo nuk ka dëshirë të martohet dhe dëshiron të hyjë te oda dhe t'ju thot ndaleni këtë, unë kam drejt të vendose për vetveten time. Po tash duhet ta kem parasysh që kjo servohet për një 12 vjeçar. Dhe kjo është pastaj fjalia që ajo e ka ndërmend në kokën e saj duke e bërë një lloj monologo. Kur I ka thënë nëna, gruaja nuk ban me hitë burrat, nuk ban me ditë edhe ajo për këtë punë, gruaja nuk guxon mu përzi në punë të tyne. Me fjalë tjera, nuk është oda vend për femra, për gra e tjetër. Kështu që ky lloj I gjuhës vazhdimisht përsëritet në këtë roman, po edhe në romane të tjera dhe nuk ofrohet ndonjë vështrim ose ndonjë shënim kritik te këto romane që mundën fëmijët, nxënësit me lexu edhe me bo krahasime edhe kohore, për shembull, me ndoshta në të kaluarën kështu ka qenë, e tash është janë të aftë për ta krahasuar. Po, pikërisht. Edhe kjo edhe një prej analizave që e kemi bërë si pjesë të raportit ka qenë edhe pikërisht ky elementi I kohës. Pra, në shumicën e teksteve që janë të përsëritura në këto lista, e kemi pa që janë të prodhuar në mes vitit 1894 dhe 1984. Çdo të thotë që romane, tekste letrare, pas kohës 84-tës, janë pothuajse vetëm sporadike, në mënyrë sporadike ofrohen në lista, por nuk janë të përsëritura. Kështu që kemi një lloj gjuhe, por nuk kemi ofrim pastaj të teksteve më bashkohore, po ku për shembull femra ka agency, merr vendime për vete, vepron në një botë moderne dhe bashkohore. Zonja Arllati, për shembull konkret, a mund të konsiderohen që një fëmijë, një nxënës nuk mund ta bëjë ndoshta këtë dallimin